Zëvendës kryeministri i Kosovës Slobodan Petrović tha sot se bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit do të ndihmojnë në gjetjen e mundësive për decentralizimin e pushtetit edhe në veriun e Kosovës. Ai tha se kundërshtimi i serbëve të veriut në institucioneve të Prishtinës duhet të ndryshojë, duke u ofruar atyre mundësi më të mira jetese, njësoj siç ka ndodhur edhe në komunat e reja me shumicë serbe në pjesë të tjera të vendit. Veriu i Kosovës vazhdon të jetë jashtë kontrollit të Prishtinës që ngulkëm për bënjanimin e strukturave paralele të mbështetura nga Beogradi. Nga Prishtina njofton korespondenti ynë Leonat Shehu. Zëvendës kryeministri i Kosovës Slobodan Petrović, njëherësh ministër i pushtetit lokal, tha sot se bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit do të ndihmojnë gjetjen e mundësive për decentralizimin e pushtetit edhe në veriun e Kosovës, që nënkupton krijimin e komunës veriore të Mitrovicës. Në një takim me gazetarë në Prishtina i tha se qeveria e Kosovës i shet qytetarët e veriut si partner në këtë proces dhe bashkë me ta, por edhe faktorë të tjerë do të kërkojnë formulën më të mirë për zgjidhjen e problemeve në atë pjesë të vendit. I sigurno očekujem kada ste pomenuli razgovore Beograda i Prištine da će u okviru tih razgovora biti prilike da se... Dhe sigurisht pres që në kuadër të bisedimeve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës do të ketë mundësi që të gjendet një mënyrë për një proces më të lehtë të decentralizimit në veri, tha zëvendës kryeministri Petrović, duke nënvizuar se për tërë këtë është i domosdoshëm bashkëpunimi i komunitetit ndërkombëtar. Veriu i Kosovës i banuar me shumicë serbe s'ke në kundërshtimeve më të ashpra ndaj pavarësisë së Kosovës dhe rrjedhimisht edhe institucioneve të saj. Zëvendës kryeministri Petrović tha se decentralizimi nuk është një proces politik, por një proces i afrimit të pushtetit me qytetarët dhe kjo duhet u shpjegohet edhe qytetarëve në veri. Ai tha se kundërshtimi i tyre ndaj institucioneve të Prishtinës duhet të ndryshojë duke u ofruar mundësi më të mira jetese, njësoj siç ka ndodhur edhe në komunat e reja me shumicë serbe në pjesën tjetër të Kosovës. Mbrëm Parlamenti i Kosovës miratoi në parim buxhetin për vitin 2011, i cili sipas zotit Petrović do të mundsoj veprime pozitive edhe në veri. Vidjeli ste da je u okviru budžeta predviđena pozamašno povećanje plata. Keni parë se në kuadër të buxhetit është parapar rritja e konsiderueshme e pagave dhe kjo do të ndikojë në jetën më të mirë për qytetarët, tha ai. Miratimi i buxhetit, i cili duhet i nështrohet edhe një shqyrtimi javën që po vjen, po kalon në për një debat të ashpër ndërmjet qeverisë dhe opozitës, por autoritetet besojnë në miratimin e tij të domosdoshëm në këtë periudhë. Zoti Petrović tha sot se buxheti parasheh investime edhe në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe, kur sipas tij edhe në të kaluarën ka pasur investime, por qytetarëve nuk u është shpjeguar e vërteta. Veriu i Kosovës vazhdon të jetë jashtë kontrollit të Prishtinës, e cila ngul këm në menjanimin e strukturave paralele të mbështetura nga Beogradi. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.